investigimi plot në të gjithë drejtimet, e cila mund të shërbej për të kuptuar edhe se si jepen tenderat të vend, si ndodhen shpronësimet e tjerë, duhet mbetet në këtë nivel. Nuk mendoj që është qëllimi për të shkuar dhe për të... E para punës, zoti Bolino duhet të kuptojë që publikimi i atyre informacioneve nuk është faji i syrit. Ai duhet ta kërkojë tjetër kund se kush e ka hedhur gurin dhe ka fshehur dorën, por kjo është puna e zotit Bolino me ata që bën ai pazar, që janë pushtetit, se Belinda, se Edi Rama, Erion Velia jo, se vazhdon të shërbej, të janë zgjedhjet e tyre. Tani thjesht kisha vetëm një koment për të bërë për këtë muhabetin e kriminalëve. Tregova kriminalët të cilët un kam parë dhe që ç'është e vërtetë ne nuk i kemi fshehur, të cilët i intervistojmë dhe i transmetojmë paturpsisht në syri televizion. Dhe që ka rezultuar që kanë thënë disa të vërteta që kanë shërbyer më pas drejtësisë. Ajo që në syri televizion nuk ka ndodhur kurrë në raport me krimin e organizuar, është që në syri televizion nuk ka dhënë herë intervistë Safet Bajri. Dhe të thotë që unë jam thjesht një peshkatar, në ditën kur ai akuzohej me krime shumë të rënda, jo nga drejtësia shqiptare, nga drejtësia belge. Dhe sigurisht që në syri televizion akoma nuk ka çmendur ne deri në atë pikë sa të bëhet kameramani personal si televizion i rrugtimit të Kelmend Balilit nga shtëpia e tij me shofer ish drejtorin e policisë së shtetit Ardi Veliu, sot drejtorin e Kajos, që shkonte dhe dorëzohej ke policia. Pra, këto lloj raportesh me këto njerëz intelektual të botës së krimit, syri televizion deri më sot nuk e ka pasur ndonjëherë. Qofse zoti Bolino me paralajmërimin e tij që do na mësojë neva i gazetarin, investigative, do arrit na prodhoj të kundërtën e kësaj. Sinqerisht, unë që kam një 6 vjet që punoj tek syri televizion dhe që ditën e parë kur është hapur dhe portali syri.net, do të isha shumë interesuar të shikoja. Ajo që duhet kemi parasysh edhe një herë është që kjo gjëja, ky llumi që ka shpërthyer gjatë këtyre kohëve, ku sigurisht që edhe media nuk mund të bënte përjashtim, unë mendoj që edhe ky është për mua shpërthim i kontrolluar, sepse e vërteta është nuk është vetëm Carlo Bolino. Ne këtu jemi dhe nuk mund të bëjmë sikur nuk e dim që shumë media të tjera, madje edhe me licenca kombëtare, po të ketë një hetim dhe po të ketë një qasje reale për ta çmontuar këtë lidhje të poshtër dhe të fliqur që nuk i bën derë më medias, mes medias dhe pushtetit, ku pushteti është vetmja zgjidhje dhe opozita është e keqja e madhe, pavarësisht se pushteti vjedh nga mëngjesi deri në darkë. Kjo mendoj është po aq e domosdoshme dhe po aq e rëndësishme sa ç'është edhe operacioni për çmontimin në një pushteti kriminal që ka kryeministër Edi Ramën, Gysin dhe Belën. Për momentin, siç po duken gjërat. Në fakt Belind lexova sot CNA